E pastaj vjen hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili thot: "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari wa illa la yusallitanna Allahu alaykum shirarakum fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum." Do të urdhëroni në të mirë dhe do të ndaloni nga e keqja. La ta'murunna, kush e din arabishtin, duke nis prej hoxhës, tjerët më falni, kush e kupton. Në gjuhën arabe kemi përforcues. Lami përforcues le dhe nuni përforcues në fund të foljes. Le ta'murun, nuni mushaddade është përforcues. Që do të thot pa tjetër, me çdo kusht, do të urdhëroni në punë të mira dhe do të ndaloni nga e keqja. Këtë e keni të patjetërsueshëm. Wa illa, po që se jo, siç është sot, me të madh. Wa illa, po që se këtë nuk e zbatoni. Cila kënë ato? Urdhrin në të mirë dhe ndalesa nga e keqja. Po që se këtë nuk e bani, le yusallitanna Allahu alaykum. Përsëri me dy përforcues, me lam dhe nunish mushaddade në fund, atëherë Allahu dhul Jalal do t'ju çojë mbi kokat e juaja, do të thonë do të çojë udhëheqës, t'ju udhëheqin juve, la yusallitanna Allahu alaykum shirarakum. O Zot, shirarakum, të këqit e juaj, të prishurit e juaj, fasikët e juaj. Fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Të mirët e juaj do të ketë të mirë. Apo të mirët e juaj, të cilëve ju ka mungu kjo cilësi, janë të mirë, ama pa emër bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Fayad'u khiyarukum fala yustajabu lakum. Të mirët e juaj do të bëjnë dua, po duaja e tyre nuk pranohet. Subhanallah. Kjo thonjë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është trishtuese. Neve përsëri them, na gëzon fakti që alhamdulillah në këtë kohë, në këto kushte, në këtë zaman, kemi njerëz të cilët alhamdulillah gajlosen për këtë din, e duan fejen, se mos ta dojshim fejen, nuk do të ishte kjo që është këtu. Po mos e dojshim fejen, nuk do të ishin që këta që janë këtu. Kjo është dëshmi. Dhe ne duhet jemi krenar, elhamdulillah,